Më duket ndonjëherë sikur e vetmja mënyrë për ta larguar vajzën time nga rrjetet sociale dhe nga telefoni është që të shkojmë dhe të zhvendosemi në ndonjë ishull të shkret. Çdo verë ajo qëndron për gati 6 javë në një kamp veror që nuk lejohen fare as telefonat, as gjë teknologjike, as një pajisje teknologjike, dhe sa herë që përfundon ky kamp është e qetë, e lumtur, por menjëherë sapo nis të përdor celularin, bëhet prapë irrituar, agresive. Madje mbaj mend që na pati kërcënuar një herë se do të vriste veten nëse nuk e hiqnim aplikacionin që monitoron orët e qëndrimit në celular. Tani këto nuk janë fjalët e mia. Janë fjalët e një nëne, e një prej shumë qindra mbase mira nënave apo prindërve, të cilët kanë probleme dhe një luftë vazhdueshme me fëmijët e tyre adoleshent për sa i përket përdorimit të celularit. Është një prej 10 dëshmive që ndodhen pikërisht në këtë libër të Jonathan Haidt, Brezi i Ankthit. Ndaj doja vërtet t'ua rekomandoja fuqishëm këtë libër, jo se është një bestseller i New York Times, jo se ka marrë 10 çmime, jo se është një nga librat e preferuar të Barack Obamës. Jo. Është domosdoshëm për të kuptuar në nivelet alarmante ku ndodhet aktualisht Brezi i Ankthit, Brezi Z apo Gen Z, ata që kanë lindur pas 95-s deri në 2010-ën. Për të kuptuar se sa ndjeshëm janë rritur pikërisht rastet e ankthit, depresionit, vetlëndimit, por edhe të vetvrasjeve, pikërisht e ky brez. Është një mast, është i domosdoshëm për gjithë ata që kanë fëmijë, por jo vetëm, mund të jetë edhe për mësues, për psikolog, për sociolog, sepse ka shifra, është një studim, një lloj studimi do thosha shkencor, por ka dhe dëshmi të 10 profesionistëve edhe prindërve. Duhet kuptuar shumë më mirë kjo kriza e shëndetit mendor që ka kapluar Gen Z, pra Brezin Z, sepse është vërtet e frikshme dhe kur i sheh gjëra të shkruara zeza në të bardhë dhe të shpjeguara në mënyrë jo thjesht shkencore, sepse në fakt është një libër pavarësisht është goxha i trash, kalon shumë shpejt se ka një gjuhë shumë të rrjedhshme, edhe besoj është i kuptueshëm për të gjithë. Po mbase është një lloj kështu mënyre për të na zgjuar pak më shumë, dhe ajo që ka më pëlqenë është se është ndarë në 4, le të themi, kapituj, ku kapitulli 4, unë jam në fakt duke e mbaruar, kapitulli 4 është çfarë duhet edhe çfarë mund të bëjmë, edhe pse e keqja, le të themi, pjesa më e madhe të keqes tashmë është bërë kundër këtij brezi. Edhe për ta mbyllur vërtet e mendoj që ky libër ju vlen veçanërisht shumë juve që i keni fëmijët e vegjël. Duke parë pasojat me cilat po përballet aktualisht Brezi Z, juve jeni në kohë për të mos lejuar të njëjtat efekte, të njëjtat pasoja, mbas edhe të njëjtat gabime që kemi bërë ne prindrit e këtij brezi, Brezit të Ankthit apo Brezit Z.